Mineruar shkrimtar, si që jemi njëftuar, sot kemi ndjetin e radhës me rendite, miratimi i rendit ditës, shqyrtim dhe miratim për i vendim për përdorimin e fondit të kushtëzuar, jemi në 6% ndim ekonomike për muajin shkurt 2026, shqyrtim dhe miratim për i vendim për dhënien e ndihmës financiare, shqyrtim dhe miratim për i vendim për miratimin e tavanit të kapitolit të FBA-s 2027-2029, shqyrtim dhe miratim për i vendim për i shikimin e vendimit të Këshillit Bashkiak Kros nr. 18 datë 27/03/2025 për miratimin e programit të transparencës Bashkia Kros dhe të ndryshme. Jemi dakord e hedhim votim? Miratimin e dakord. Atëherë vazhdojmë me pikën 1, shqyrtim dhe miratim për projekt vendim për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% ndim ekonomike për muajin shkurt 2026. Për përdorimin e fondit të kushtëzuar. Nuk është nevoja që të vazhdosh vetëm për sa pamundje janë, çfarë kriterësh kanë që janë këtu në sistem? Për ndimin ekonomike deri në 6%, mbi bazën e aplikimit për ndim ekonomike në sistem të kushtëzuar për pamjaftueshmëri tipësh janë 36 familje të reja, të cilat propozohen të trajtohen në ndim ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6%. Për muajin shkurt nga fondi i kushtëzuar deri në 6% përfiton 131 familje. Me këtë fond nuk mund të trajtohen familje që janë refuzuar nga sistemi për mos deklarim pagë, mos deklarim mjeti, mos deklarim pensioni dhe invaliditeti. Familje që trajtohen nga fondi i 6% nuk mund të trajtohen. E jemi votim? Pro? Kundra? Abstenim? Vazhdojmë me pikën 2. Shqyrtim dhe miratim për i vendim për dhënien e ndihmës financiare. Për dhënien e ndihmës financiare, zoti Shqyquri Kameri dhe zonjën Anila Kushari dhe zonjën Versh Njatari. Kemi tre persona që 2 janë në sëmundje të rënda dhe një person tjetër, Versh Njatari, është me një sër sëmundjesh që kërkojnë ndihmë financiare për arsye të kushteve të vështira ekonomike. Unë për këtë lidhje di kom sjellë diagnozën në të raste që para se të gjetosh. Diçka për diskutim më drejt. Propozoj që këtë projekt vendimi ta kalojmë në ndryshim, të shtojmë një emër tjetër, është për punojës të bashkisë, është ai që i ka djalin smur Kujtim Shabani, edhe për fakti që ka dhe javi duhet në idejen të një fëmijë që ka kalë operacion, në qoftë është mund në ide, është tani që këtu, që t'i kalojmë edhe ati një vlerë prej 50.000 lekë të reja, të bashkënjësim e këtë tjera. Dhe në kësuar për vendimi shtojmë dhe një emër tjetër. Hanive? Andere, Pa dëshim që janë pro në emërë, por mendoj që ta mirëtojmë këtë vendim me një ndryshim. Për rastin e Anila Kuçari, një që është një rast sensitiv dhe në vërtet atë këtë time në nevojë, po mendoj që Anila si japim një mirë të këtë tjetër, që është rastin dhe që është motivuar. Që sa është më pas. Nëse është e mëve, Hanive si tu? Akoma në fillimi i vitit edhe mund të bëjmë një kështu, se pastaj mbrapa kuptohet që buxheti Po i reduktohet, po tjetër, se ka në kohë. Po gjithsesi rasti i rëndë është i asaj. Rasti i trajtimi është i jashtë, kuptohet. Me ndryshim. Jemi Atëherë vjen kalojmë për vendimin me ndryshime. 1 milion lekë, 100.000 lekë të Anila Kuçari dhe emri i mashit i Kujtim Shabani. Me 50.000 të jashtëm. Atëherë jemi dakord që ta kemi në votim me 2 ndryshime? Pro? Kundra? Okej, miratohet. Pika 4. Shqyrtim dhe miratim të vendim për miratimin e tavaneve përgatitore të programës 2027-2029. Hanive? Dhe bazuar në nximin e Ministrisë Ekonomike nr. 7 datë 27/2026 për përgatitjen për parashikimin e kaluar provën e kaluar dhe janë parashikuar të ardhurat për vitin 2027 90 milion, për 2028 94 milion e 500.000 dhe për vitin 2029 99 milion e 500.000. Një trend rritje
Atëherë, sipas udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 7, për përgatitjen e programeve buxhetore janë dërguar të transferta të pakushtëzuara për vitet 2027-2029. Për vitin 2027 në shumën 354.620.000, për vitin 2028 3.820.000 dhe për vitin 2023. Atëherë, për sa i përket transfertës sektoriale të viteve 2027-2028 do të rriten me 2% rritje sipas udhëzimit të Ministrisë Financave. Në total, shuma e ardhura për PBA 2027-2029 do të jetë sipas viteve për 2027 451.124.221 lekë, për vitin 2028 464.826.226 lekë. Atëherë, për nivelin pastaj e detajuar kjo me shpenzime, është ndarë për vitet 2027-2028-2029 për paga 271.707 për shpenzime operative dhe për investime. Dhe është marrë gjithmonë një niveli pagave është në nivelin e pagave të vitit 2026 dhe është gjithmonë çdo shtesë është detajuar që të dozori investimeve për arsye të investimeve të ndryshme. Jemi dakord që Po, io desha dhe komisari nuk benesh një avojë të paskilan, ajo është një smunje pranë 300.000. Vazhdoj me për 2005 është me rije të bëjë se shkëbjam. Ta shofi, si ke shkëbjam tjetër aty. Jo, e ka bërë atë shërbimin social. Nëse po Për 2005 sa është niveli i ardhurave të mbledhura? Për qytet. për 2025, Sa është në përqindje? përqindja janë 60% me planin. Por gjithmonë, do të thonë, plani është trend rritje për arsye se për që të mbyllen debitorët dhe të japim një çift fuqi edhe këtyre investimeve, se si gjithmonë na vjen edhe në buxhet nga ne pastaj mbulojmë edhe borxhin, që të jetë plan për investime që ne të kemi edhe dhe mos përtoj investime strategjike në rrugë, të cilat kërkojnë investime trevjeçare që unë rregulli janë një. Okej, e hedhim votin? Pro? Kundra? Miratore. faleminderit. Shqyrtim dhe miratim projekt vendim për rishikimin e vendimit të Këshillit Bashkiak Kros nr. 18, data 27/03/25 për miratimin e programit të transparencës Bashkia Kros. Bashkia Kros paraqet para Këshillit Bashkiak rishikimin e vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 18 datë 27/03/25, ku Komisioneri Drejtësisë së Informimit kërkon që të rishikohet dhe të shtohet dhe një fushë tjetër, e cila është fusha 8, dhe të bëhen publike disa informacione rreth Këshillit Bashkiak, ku disa nga këto informacione janë informacione rreth këshilltarëve, informacione rreth komisioneve, rreth kuadrit rregullator të Këshillit, mbledhjeve të Këshillit. Thjesht kërkon informacion më të detajuar për anëtarët e Këshillit të Këshillit Bashkiak. Jemi dakord? E hedhim votin? Kundra? Miratore. Atëherë kemi të këtë ndryshme, kemi falenderoj këto punojësit e gjatë që janë gjithmonë në agendën në mënyrë gatishmëri dhe janë shumë aftërim konsiderim. Por çdo sekondë që kam marrë qenë së vetës, tira pyetje. Jo, për çfarë përket se çështja që ishim